Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Vlla jon pyet thot sa do të jetë mosha e kurbanit, mosha e kurbanit që të jetë halal për mu prej kurban. Për moshë kurbanit thot nëse është dele apo dash, duhet të jetë 6 muaj më spaku. 6 muaj. Nëse është dhi apo cjap, duhet të jetë më spaku 1 vjeç. Nëse është lop, duhet të jetë më spaku 2 vjeç. Nëse është deve, duhet të jetë më spaku 5 vjeç. Këto janë mosha e kurbanave, mosha e kurbanave. Veç mo, kur thu për moshën, mosha qëllim për ta është mosha sipas muajit hixhri. Se për shembull nëse është 2 vjet nëse me hixhri i bjen me kanë më pak 22 ditë më pak se sa me llogaritjet vitit diellore. I bjen 22 gati 1 muaj më pak për atë. Edhe për 1 vjet për shembull i bjen 11 ditë, për 6 muaj i bjen 6 ditë. Do të me llogarin këtë mënyrë, Allahu a'lam.